Tërmeti ditës së sotme 6.2 ballë, tronditje e fortë për qytetarët, duke qenë se dita e sotme është edhe një ditë pushimi. Për të mësuar më shumë detaje, nëse ka të plagosur apo larg qoftë viktima, masat që janë ndërmarrë nga autoritetet, do të bashkëbisedoj me gazetaren Nada Dosvi. Dosi të përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë të komunikosh me ne. Momente vërtet shumë të vështira, vetëm kur shikon pamjet ndjehet një lloj rrënqethje, duke qenë se edhe në Shqipëri para disa vitesh kemi pasur vërtet tërmete të frikshme. Të lutem më bëj një përmbledhje të gjithë asaj që ka ndodhur në Stamboll, e thash pak më parë, fatkeqësisht dita e sotme është edhe një ditë pushimi në Mosgaboj. Pra, qytetarët kanë qenë pranë apartamenteve të mbledhur me familjen e tyre. Raportohet për të plagosur apo për viktima në momentin që flasim? Atëherë, një tërmet me magnitudo 6.2 ballë ndodhi në mesditën e sotme, më konkretisht në orën 12:13, me epiqendër në ujërat e detit Marmara, pranë rrethit Silivrit të Stambollit, pasuar pastaj me dy tërmete të tjera, i pari 4.4 ballë dhe tjetri 4.9 ballë në rrethin Büyükçekmece, dhe ka ndodhur në një thellësi për 7 kilometrash, dhe ky lloj raportimi sipas njoftimit nga Drejtoria e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, pra AFAD-it. Kujtojmë këtu se tërmeti më i fundit që ka përjetuar Stambolli ka qenë para 3 vitesh, më konkretisht me 23 nëntor 2020 në orën 4 të mëngjesit, sipas kohës lokale, dhe ka pasur një magnitudë prej 6.1 ballësh dhe goditi një rreth prej 172 kilometra në lidhje të Stambollit me një thellësi prej 10 kilometrash. Ndërsa për tërmetin aktual, tërmetin e sotëm, nuk ka raportime për prishje ndërtesa banimi, teksa vazhdon sqarimi në terren nga një sipërkatëse, dhe kjo sipas deklaratës nga zyra e guvernatorit të Stambollit. Ndërkohë, Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, deklaroi se inspektimet e para pas tërmetit tregojnë se nuk ka asnjë dëmtim në rrugët automobilistike, në aeroportet, hekurullet apo metrot e vendit. Gjithashtu, Ministria Turke e Shëndetësisë tha se asnjë ngjarje shqetësuese nuk është raportuar nëpër spitalet e vendit apo në thirrjet e urgjencës. Pra, deri tani nuk janë shënuar viktima as të plagosur. Në njoftim thuhet gjithashtu se Ministria e Shëndetësisë do të vazhdojë ta ndjekë gjendjen në koordinim me institucionet e tjera. Ndërkohë, presidenti i vendit Erdogan uron të shkuara qytetarëve pas tërmetit në Stamboll dhe tha se po i ndjek nga afër zhvillimet. Ai ka telefonuar ministrin e Brendshëm, ministrin e Mjedisit, të Urbanizimit dhe të Ndryshimeve Klimatike, si dhe ministrin e Shëndetësisë për të marrë informacione më të detajuara në lidhje me tërmetin në Stamboll. Presidenti turk Erdogan qytetarëve u përsolli këtë mesazh, uroi të shkuara qytetarëve tanë dhe po i ndjek nga afër zhvillimet, dhe ky mesazh u përcoll teksa Erdogan po merrte pjesë në një program me rastin e 23 prillit, pra ditës së sovranitetit kombëtar dhe ditës së fëmijëve, që siç tha dhe ju është ditë pushimi, feste kombëtare. Qartë. Dosi doja të pyet tarët, janë në panik ende, pra dua të them, janë akomoduar në apartamentet e tyre apo ndodhen jashtë në ambiente të hapura? Autoritetet e kanë marrë gjitha masat, madje edhe presidenti Recep Tayyip Erdogan ka dhënë një mesazh për t'i qetësuar të gjithë bashkëkombasit e tij, po çfarë po ndodh me qytetarët? Janë ende në rrugë ashtu siç pamje disa minuta më parë? Me sa po shikoja nga këto raportimet në rrjetet sociale nga individë, domethënë nga persona të ndryshëm, janë kthyer normalitetit, secili është kthyer në banesat e tyre, në vendet e punës, dhe po vazhdon dita normalisht si çdo ditë tjetër. Qartë. Falenderoj shumë, Nada Dosvi. Të uroj ditë të mbarë. Do të shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet. Rikthehemi.